Sara? Është një pozicion... Po prisja në fakt... Ja, një sekund. Tani, më falë. Jemi të dita e 26 e protest. Në fakt, leximi juaj, jo juaj personalishtë, po i forcës tuaj politike, i majorancës, duket si kur vende qalon në mënyrë të rëndësishme. Ti ke qenë një në studion time, tani, si e lexon ti pas tyre ditëve këtë që po ndodhë, që vijon të ndodhë, procesin që vazhdo. Kur kam qenë studion tuaj vetëm ndoshta para 10 ditësh, eksaktësisht kam thënë një shprehje që sipas meje protesta e ka humbur ose po e humb busullën. Edhe mbaj mend se shumë komente në fakt pas atij momenti nga protestuesit, nga ata që suportojnë këtë lëvizje që po ndodh në bulevard, vërshuan drejt meje duke më thënë se si po ja fusja kot, po gënjeja, po manipuloja e tjera me radhë. Por do më duhet që ta rithem edhe një herë atë që kam qenë duke thënë përpara 10 ditësh. Kjo protest faktike tashmë e ka humbur busullën. Në çfarë kuptimi? Pse? Pra, nisi një lëvizje për një projekt dhe ku zonat e mbrojtura e ndoshta po pra, ka ikur nga projekti dhe ka ardhur në të gjitha projektet. Ishte kryefjalë dhe kjo inicioi. Minimalisht do duhet që në ato pikat e rënditura që edhe u thanë pastaj me zë e me figurë, nga një përfaqësues që nuk e di dhe kurioze jam edhe si e zgjodhen, do duhet minimalisht ishte pika e parë, sepse nga aty nisi gjithçka. Por çfarë ndodhi? Përkundrazi, ajo ishte pika e parafundit, që do të thotë sebepi. Pra sebepi ishte kjo, por në fakt lëvizja na pas ka pasur një iniciativë tërësisht tjetër, që edhe djalin ndjes se nuk e fiksova dot emrin, që është në studio me ju, e tha, tani kjo tha është një prekje politike. Pra për herë të parë... është një aktivist i rëndësishëm, Edison Lika. Këto janë kërkesa thellësisht politike, jo prekje politike, thellësisht politike. S'ka problem. E kam shnuar Edison, e the fjalën prekje politike. Që do të thotë, nuk po të mohoj me vajzë. Ne kemi, po pra, më në fund, ne kemi një artikulim nga vetë aktivistët e kësaj proteste, se në fakt, na qenë ka një lëvizje politike. Atëherë, nëse kjo është një lëvizje politike dhe ka kaluar nga kërkesa e parë në një organizim të mirëfillt politik, atëherë e jani dhe bëjmë politik. Nëse kjo është opozita zyrtare tashmë e vendit, e nëse kjo është opozita që Partia Socialiste, atëherë me patjetër ne mund të garojmë aty ku dhe garohet në një vend demokratik, në zgjedhje. Zonja Mila, mund bëj një pyetje. Ku dallon një lëvizje politike me një lëvizje jo politike? Të lutem. Ju artikuluat një pyetje, të lutem. Ku dallon një lëvizje politike me një jo politike? Më dëgjo, se të dëgjova, po e para kushte për pyetje dhe për përgjigje, ti nuk më vendos dot. Ti mund mos përgjigje, kam dëshirë pa të kthej përgjigje, po mënyra se si e bën pyetjen ka të bëjë shumë se ky nuk është emisioni jot. Ky është emisioni i Yllit dhe i bën Ylli ato pyetjet detyruese. Kam dëshirë pa të kthej përgjigje. Ki dyrim të të kthej përgjigjen time, mos më ndërpret. Se duke qenë dhe larg në distancë, kemi të vështirë të mund të rakordojmë. Atëherë, është një lëvizje politike në momentin kur nga 5 kërkesa që zyrtarisht ka publikuar kjo iniciativë, kërkesa parë shqip dorëheqjen, një kërkesë tjetër lidhet me kodin zgjedhor, eksaktësisht, një kërkesë tjetër lidhet me qeverinë teknike. Çfarë duhet të them? Kjo tashmë është një lëvizje politike totalisht dhe në fjalët e tua, vetëm pak më parë, arrita ta vërtetoj. Që do të thotë, në rast se kjo është një lëvizje mirëfilli politike, atëherë e janë dhe bëjmë politik, por mos i gënjeni më shqiptarët, duke i thënë që kemi dalë për të mbrojtur zonat e mbrojtura nga një projekt famkeq. Se nuk na pas ka qenë kjo iniciative, apo jo? Atëherë, nuk ka qenë kjo, por është përdorur. Kjo është një politike edhe pyetja e Edisonit ishte pak provokative. Nuk e dallon dot. Sepse ajo e tha, e dalloi. Ajo tha, nuk është më një lëvizje e shoqatave të mjedisit,
për të shpëtuar Zvërnesin. Ajo çfarë ka ndodhur në nartë është politike, protesta është politike, lëvizja është politike, çdo gjë është politike. Në qoftë është partijake është gjë tjetër, ajo është gjë është politike. Janë dy gjëra të ndara. Kjo është edhe po nuk do futemi në koncepte, se po futëm koncepte ngelim këtu. Për këtë përpjekje bëre për ta futur në koncepte. Po nuk u fut dot. Tani edhe përpjekja jonë për të jetuar vendim politik është në pikpamje të mos hymë në doktrina, mos hymë në filozofi. Tani e kupton shumë mirë ku e kam dhe e di shumë mirë ku e kam. Tani, jemi okej. Ti e di që kam drejtë kjo. Jemi okej, një sekond. Tani, kemi një moment që me që je në lidhje, ti do të me fituash në fillim, pastaj do të flasin të fituarit që unë kam këtu. Rama po merret me disa individ brenda protestës. Njeri prej tyre Dritan Goxhaj, të cilin e akuzon si përfaqësues të interesave të Iranit. Apo edhe Iqbal Euduti, del një zonjë tani që edhe kjo merret kjo, edhe me punë të Iranit, edhe me punë, për shembull thotë sipas parimeve të fesës, domethënë ajo thotë të jetoj në një burr me shumë gra e gjitha, punë e saj, është e lirë t'i bëj gjitha këto. Po dhe Iqbal u shpall non grata tani. Tani, unë dua të di, kjo është një strategjia juaj tani, që të ndaloni të njerit e tjetri individ, dhe pa mbetur të oja që ndrojnë këto që kanë dhe kanë dalë ta, apo jo. Do me thënë një lexim, a kini ju një lexim tjetër është pyetja ime, që vi po të fillimi? Po, atëherë, përsa i përket emrave të përveçëm, e para, në asë një moment nuk do të quaja asë që po përndjek personat caktuar, asë që po i kundërvijet personave caktuar kryeministri Rama apo e gjithë Partia Socialiste. Pra, Sara, të ftuar dy aktivistë të rëndësishëm, i quaj unë, për shkak edhe të ki i njohë të gjitha, kësa s'duan të japin në si vjetës, tonë jemi njëri për tyre, për atyre. Pra, ulen, edhe sikur të kjenë me vlerat më dha, ulen dheri aty dhe thonë, ne s'jemi, për jedhoj thot nuk është as Goxhaj, por a ishte shpallur tani si një njeri shumë i rëndësishëm. Po, tani nuk më të mundë që këta bëjnë me letër me vrim këtë histori dhe kujti bie letra me vrim dele dhe lexon atë. Tani nuk e di, jemi gjithë matur, kemi përfunduar shkollat që kemi përfunduar dhe nuk ma ha mendja që kjo rastësia pas ka kapur të parin zotin Goxhaj dhe letra me vrimi ka qelluar atij dhe prandaj ka dalë dhe ka thënë ato që ka thënë. Pra ka duhet kuptojmë që dhe në protestat cilat përngjajnë apo nduke janë pa organizuara, nuk është ky lloj organizimi që pretendohet nga protestuesit, sepse me patjetër do duhet të ketë një organizim dhe nuk është as faj, as gabim dhe as gjë e tillë, sepse çdo organizim i cili mbledh njerëz rreth rrotull do duhet që patjetër të ketë edhe përfaqësuesit e vet vokal në këto zotrinjt, zonja Vajza dhe zotria thonë që ajo është një dalje spontane. Po. Më thënë, edhe duhet të theksoj, ndoshta, në thënë, në qoftë se mund të marr pak fjalën. Unë nuk e besoj dhe fakti që ne... Jo, ka shumë njerëz që nuk e besojnë, kryeministri ishte i pari. Ja të nxjerrin personazh tjetër, unë do të mbetemi edhe pak këtu që të mos na haj gjithë emisionin Goxhaj. E di që është pak e vështirë duke qenë se është kjo lidhja kështu. Dua vetëm të sqaroj dy momente. Ndoshta për ta mbyllur me çështjen Goxhaj edhe këtë po themi personalizimin që në them që e mbyllur ka qenë këtë që Goxhaj, që në fillim. Për sa i përket, nëse pas ka qenë zgjedhje kaq rastësore, atëherë mendoj që do duhet ishin shumë të kujdesshëm protestuesit, pasi ju e kishit një indicje që vetë kryeministri Rama dhe vetë Partia Socialiste ka dalë disa herë dhe ka thënë se në fakt pas kësaj proteste ka element antikombëtar. Edhe më thonë duhet me të kujdes. Ka element antikombëtar, ka element të cilët janë pro-Iranit, që janë duke e shtyrë dhe duke i quar shqiptarët në një marrëzi të madhe. Atëherë si ka mundësi që duke e pasur publike këtë qasje tonë, ju rastësisht i jepni letrën me vrim zotit Goxhaj, i cili njihet për deklaratat e tij shumë publike pro-Iranit. Me vërtet është kjo, po s'ka lidhje. Unë do të them diçka, protesta një problematik
në menaxhimin e situatës. Vetëm ta Dëgjoj çfarë mbaroj thotë, fjalën ju se thotë. ata do respektoj. Protesta ka çdo një Ndërsa, lloj për sa i njeriu përket- aty, domethënë ka çdo personaliteti, çdo profesioni, patjetër, çdo mo, kush. dhe shumë mirë Prandaj që është janë, protestë gjithëpërfshirëse, patjetër. nuk është partijake, është Shumë mirë që gjithëpërfshirëse. janë, zëvendësi, Ndoshta janë dhe të PS-s, ndoshta janë dhe të PD-s, pak rëndësi ka, nuk ka rëndësi Me fare. patjetër. Rëndësishme Po është si gënjen se shkojnë nuk është protesta. zëvendësi si para, e letë është lexuar edhe më herët. Zëvendësi- Kërkesat janë lexuar. zëvendësi Gënjen me gocë parë par zotin e madh. që doli publik. Tani Të shi ti e përfaqësuesi i partije që është gjysa Hamburg, të shi pa sy të ballit, vjen atë tregon. Atë gjuan. Do doja shumë që kryeministri jon të shpenzonte më shumë kohë duke parë kërkesat tona, më shumë kohë duke parë protestën, më shumë kohë duke na dëgjuar. Unë e kuptoj. Nuk është protestë me 10 njerëz, nuk është protestë me 100 njerëz, është protestë me mijëra njerëz. Bën që të mërziteni. Jo. Fatma, ndjes, mund të kthej pak një Më fal, përgjigje gjuhës së okej, po, djalit. unë kam, Atëherë, edhe unë kam për sa i ardhur për të përket- folur, më fal, edhe unë kam, edhe duhet të respektosh dhe Sapo të largohem unë, do flasësh të ti. Sepse duke qenë se jam lidhur në këtë linjë, nuk e ka përcjell dot njëra tjetrën se bëhet shumë zhurmë. Tani, për sa i përket Se dhe ju aty një. po mirë se jeni 10 me 1 aty në studio, kështu që mendoj duhet të ketë një lloj duhet të ketë një lloj është shumë interesante ne jemi protestues, zëri jo nuk po dëgohet në këtë rast. Protestës Ne përfaqësojmë, ndoshta unë merret personalisht me protestuesit, unë mos merrem me këtë punë. Ka marrë si aktiviste. Ai po merret personalisht. Në këtë pikë për shembull, edhe partia. jo ta bësh temë kryesore. Edhe kryesore. Zonja Mila, po kjo është tema valla. Ai po merret personalisht tani me atë. Jo pra, nuk është e vërtetë që po merret personalisht me protestuesit. Merret me pseudo Absolutisht po protestuesit. merret. Po tani nuk i caktoni ju kush është protestues dhe kush është pseudo protestues. Me pseudo E caktojnë vet ata. Ata e caktojnë vet me agjendën e vet publike. Po pse ka rëndësi kush janë protestuesit të? Zonja Mila, pse ka rëndësi kush janë protestuesit? Nuk ka, po si nuk ka rëndësi? Aty ka mira njerëz, o zonjë. Po le 10 veta, 20 veta, 100 veta. Ta marri peng një frymë antikombëtare, ta marri peng një agjenda antikombëtare. Unë po them që ju duhet lexoni, është më rëndësishme se kush, se çfarë kërkohet apo kush e kërkon për ju. Se ju tani po zbërtheni, po merrni element njëri pas tjetrit për të thënë se kush po i kërkon dhe jo çfarë kërkohet. Elementet antikombëtar, elementet të cilët nuk janë po kërkojnë gjejnë të gjithë në kash, pretenduan që fillim nuk do e gjejnë. dhe tani Shqiptarë kanë humbë busullën, termi tamam, ai që ka humbë busullën është Edi Rama dhe Partia Socialiste. Secili prej jush nuk u vjen turp, bëni copy-paste statuset e Ramës. Ju nuk dini të shkruani, ama vetëm një vit më përpara, 9 muaj më përpara është konstituuar qeveria re, e kemi marrë 820.000 vota nga shqiptarët, dhe nuk ka më çfarë busullet humbi Edi Rama dhe Partia Socialiste, se ka një busull drejt Bashkimit Evropian. I dëgjuat europarlamentarët si votuan, e pat votimin e europarlamentarëve. Cilat europarlamentarë? Si u votua për ligjin për ligjin personave të mbrojtura? Flasim për... Stop, një sekondë, ju lutem.